Pas krizës së rëndme ndotjen e ujit të pijshëm në Gosivar, e cila shkaktoi helmimin e qindra qytetarëve dhe ngriti pikpyetje për funksionimin e sistemit të ujësjellësit, NP Komunales Gosivar ka dalë me një sqarim publik lidhur me projektin furnizimi me ujë i Gosivarit SECO. Nga ndërmarrja përmes një komunikate për media thotë se ditët e fundit në opinion janë ngritur dyshime për realizimin e projektit sipas dokumentacionit që posedojnë. Rreth 98% e punimeve janë përfunduar dhe testuar, ndërsa për to ekzistojnë proces verbale teknike, raporte dhe video dokumentacion. Sipas komunalesit të Gosivarit, projekti është financuar nga sekretari shtetror zvicerian për çështje ekonomike dhe Banka Gjermane për Zhvillim, ndërsa punimet janë realizuar nga kompani kontraktuese dhe jo nga vetë ndërmarrja publike. Megjithatë, sistemi ende nuk është vënë plotësisht në funksion, pasi kanë mbetur të papërfunduara rreth 600 metra të trases, për të cilat sipas ndërmarrjes mungon pëlqimi i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore. Ata theksojnë se kërkesa për këtë miratim është dorëzuar rreth 2 vite më parë, por ende nuk ka marrë përgjigje, duke e pamundsuar ligjërisht vazhdimin e punimeve në atë segment. Nga NP Komunalec theksojnë se nuk shmangen kontrollet institucionale dhe janë të gatshëm t'u vënë në dispozicion organeve kompetente të gjithë dokumentacionin e projektit. Ata shtojnë se çdo dyshim për lëshime apo keqpërdorim të mjeteve duhet të verifikohet përmes procedurave ligjore dhe profesionale, me përcaktimin e përgjegjësisë për secilin subjekt të përfshirë. Ndërmarrja apelon që debati publik në një periudhë kur qytetarët kërkojnë përgjegjësi dhe siguri për furnizim me ujë të pijshëm pas ngjarjeve të fundit të bazohet në fakte të dokumentuara dhe në zgjidhjen e pengesave që kanë mbetur për funksionalizimin e plotë të sistemit.